tani është koha për bisedën e këtij edicioni. E unë kam kënaqësinë ta mirëpres këtu në studio një aktor shumë të dashur për ju, Armand Smajli, ku së bashku të shpalosim detaje nga përvoja e tij në filmin e ri të Parta Kelmendit, Era, por të shpalosim edhe rolet e tij të fundit në projekte shumë të veçanta teatrale. Përshëndetje Armand, mirë se erdhe në Ekspres. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Atëherë, po e fillojmë bisedën me projektin e fundit filmik Era, që tashmë ka filluar rrugtimin në kinemat e Prishtinës dhe Prizrenit, por që nga e shtuna shkon tek publiku i Pejës. Po besoj se mëse po e prisni premierën e këtij filmi. Po mendoj, mendes po presim edhe po kënaqemi në krejt premierat e qyteteve që ka, se në fundit përveç ambicieve që kemi të mëdha për filmat tonë, mimbri, majat e festivaleve. Njëna prej edhe qëllimeve tona është edhe dëshirave që me ato filma që i bojmë me i pa dhe njerëzit tonë. Kështu që sa unë gëzona shumë kur filmi e fillon rrugën edhe në rrafshin nacional, edhe më vjen mirë edhe me dëshirë e kësha që në gjdo cept Kosovës, kështu edhe në gjdo fshat me pas mundësi. Kështu që po gëzona, po më vjen mirë që filmi po ka shikus, po për cilë shumë për njerëzve në kinema që thatë ju të shtunën me një nëntor jemi në Pej, mandej do të shfaqim bësin në Gjakov, mandej do t'jemi në Shkup edhe në Tiranë, po mirë shumë, se në fundit filmat i bojmë për njerëzit, sa ma shumë njerëz që shojnë, aq ma ndjenje mirë dhe për ne dhe për ata besoj. Para pak javësh, ju patët mundësinë të takoheni edhe me publikun e Prishtinës, të përshiktu edhe mes dhe kolegë që ndoqën premierën në Cineplex. Si ishte kjo mbrëmje për ju? Ke shumë atmosferë mirë, ke shumë ndjenje mirë, se filmi është një farë mediumi që mas një kohë kur e gjiran, pak edhe harën çka ke gjiru, se e merë një jetë edhe pas gjirimeve derisa të përfundon ai proces, kështu që ke edhe një ritakim me kolegë tonë, me njerëz që kanë punu në film, se përveç kolegëve ashtu është një grup i madh i njerëzve që punojnë pas kamera. E që ajo ke një farë lloj feste, edhe salla ke plot, patë shumë musafir, dashamir startit, edhe ke për një me feste mirë, aq ma shumë që edhe pas filmit ke një mramje e mirë se u ndje një energji shumë e këndshme e njerëzve me filmin edhe që ajo ke bashkë një natë kështu shumë e mirë. Tu e tregu t'ju edhe eksperiencën tënde, po besoj se je edhe i kënaqur me komentet edhe vlerësimet e deritanishme të filmit Era. Po, definitivisht i kënaqur edhe i lumtur me ato se që kanë prit filmin, se filmi pej asoj natës premierës ka vazhdu dhe vazhdon me u shfaq në Cineplex në Prishtinë, edhe po thuaj si çdo ditë çdo natë ka komente dhe mesazha prej njerëzve edhe ndjenje mirë se mendoj që filmi ka arrit me përqu pikrisht që ato që ka dasht Parta si regjizore, edhe ka arrit me lani gjurmë në këtë historinë e filmave tonë të cilët e ka një lloj përpjekje për me tregu diçka dhe nga e kalumja jonë. Viteve 90-ta, 80-ta, 70-ta, 2000-ta e tutje. Kështu që mendoj që është një film që e tregon një histori të vlefshme të një kohë caktume, e që ajo po lexohet dhe po ndihet shumë mirë prej publikut, pe gjitha mosha që është shumë e rëndësishme, që jo gjithmonë ndodh kjo. Kështu si target, s'besoj që ka qenë si qëllim ndoshta, po tash si rezultat final peshojmë që një zonjë ose një zotëri moshës 60-80 vjeçare edhe një i ri e një e re moshës 20-30, paka shumë e kanë ndjenjen edhe përshtypjet pothuajse të njëjta, kështu që edhe kjo është një ndjenjë shumë e mirë, edhe që po e ndi kështu prej komenteve. Ti e lunë rolin e Fatosit që në një farë mënyre e sjell krye personazhit dashurin, por edhe e lëndon atë. Të mos dosh me shpalos shumë rreth filmit, na trego si ka qenë si përvoj ky rol? Po mirë dhe, të mos dosh me shpalos në të nësi, po është kështu në dukjet parë kësha me thonë, ndoshta kësha me thonë se
kështu duket personazh mbas edhe sipërfaqësor në kuptimin e përfusën thojza të dredhisti, por në fakt është personazh tragjik i kohës edhe i mentalitetit, patriarkal, shoqnor, provincial, kështu që nuk mundesh, në shikim parë mundesh me gjyku shumë lehtë, por nëse mendon veç pak edhe reflekton, s'po them që e mirë kupton ndoshta, po e kupton duke e rivlerësu qatë mentalitet të qasaj kohë. Kështu që ndoshta në fillim nuk është që mundet me të dhimbët, por në fakt është pak personazh tragjik i kohës dhe një mentaliteti. Armen me pak fjallë, ana përshun edhe bashkëpunimin me regjisorën e filmit Era Parta Kelmende. Tepër ka qenë i veçantë, unë e partë njihem kështu dhe me herët kuptimin shoqnor, profesional, kolegial, edhe ka qenë shumë i veçantë bashkëpunimi, e konsideroj një regjisore shumë të sinqert, edhe qatë sinqeritet, edhe qatë ndjeshmëri të saj, të vërtet, pa tendencë të ndonjë senzacioni, apo pa një tendencë të nevojës me vunë pa hajo vetën e saj, po e kumë vrejta që nga fillimi që ka pas një nevoj, veç atë tregim me tregu në mënyrë kështu të qiltër. E që ajo ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme, edhe jashtëzakonisht e veçantë dhe e vlefshme, edhe që më ka shti me undi mirë, besoj jo veç mu, po gjithë ekipin, edhe ka qenë një përvoj shumë e bukur, profesionale dhe fisnike, kështu. Kështu që do ta mbaj në mend gjatë si një farë kujtimi shumë i mirë. E kur jemi tek filmi, ngjarja në film zëvend në vitet 90. Po ti si e kujton atë kohë, ku ndoshta edhe ke gjetur ngjashmërinë nga eksperiencat personale të të rrenjeve të asaj kohe? Po e kujtoj, relativisht e kujtoj, njëkohësisht sa e kujtoj prej përjetimeve të mia, e kujtoj edhe prej pikëvështrimit tem ndaj unë kam një vëlla më të madh, 2 motra më të mëdha se unë. Në atë kohë ata e kam përjetuar për shembull ato shtëpitë shkolla, e unë e mbaj në mend që atë kohë prej tyre. E pak a shumë prej peripecive të tyre, unë e kujtoj kështu, i kam shumë të fresta qatë absorbim që e humbo, edhe mandej kur të rritesh, edhe ose kur të vijet si diskutim, ose kur do në me u bo një histori e caktume, ja nis me rikujtu edhe ma shumë. Në këtë rast, kur e kemi punu filmin, kur kemi bo prova, kur kemi shku, ja nis me rimendu që ata ma shumë, edhe e shet që ka ndodhë ndërshta diçka që së ndërshta edhe diçka mundet mos me të kujtu, së s'vjen një moment që të shtin me këthy kujtesën, e mandej e bën kështu qatë rikujtimin, rivlerësimin e qasaj, po të mandej edhe kur e shef filmin, edhe ma shumë të forcohet që e ko. Po, ajo ndihmon, normalisht që ndihmon kështu edhe, po është interesant kështu, përveç si artist, po dhe si njeri kur bëhet qaj rikapitulim i qatyne historive që i mban mend edhe ti si individ, në këtë rast që të shërbejnë në veprën që jetë të punu. Po interesant që i... Si pas te Armen, pse duhet të shikojnë publiku këtë film në kinema, edhe të i bëthirje të gjithë atyre që nuk e kam po akoma filmin? Po, arsyeja parë është se aty luj unë. Okej. Jo, i thash disa arsye, po mendoj që nëse më dëgjur me arë shikust, na nuk bojmë shumë filma, nuk kemi kapacitet si industri, kështu si vend, edhe unë mendoj që ata që i bojmë, është mirë me i po filma tonë, që kjo është e para. Jo të gjithë mundën mja umbush nevojat e njerëzve, mi knaqë gjithë, po mendoj që duhet mi po çdo film toni. E rrugtimi i filmit të vazhdoj edhe më tutja, apo jo? Definitivisht, plani është që thash përveç kinemave ekzistuese që e në Kosovë, mandej do të shfaqet në Shkup, Tiranë, edhe me sa e di unë, përveç kësaj anës festivaleve që tash nuk jam shumë në ndjeni në cilat festivale ka aplikuar ku do të shfaqet, e di që ka kërkesa edhe prej
që do të shfaqet të ndo vendet e Evropës, ku ka dhe numër të shqiptarëve, si më thonë Zvicër, në Angli, Gjermani, në Suedi, me sa ka mjëri. Po, ka mund shfaqet sa ma shumë që është e mundër, kështu që... Me që se të kemi edhe në studio, duhet të ndalim pak edhe tek angazhimi yt mjaft i madh në teatr. Shfaqja e fundit që u dha në Prishtinë ishte Sytë e ujkut me regji të Kushtrim Koliqit e skenar të Dorontina Bashës. Ta shpalosim bashkë rolin tënd në këtë projekt. Po, faleminderit. Me thonë drejtën, kjo është për aty në shfaqjeve që mas paku kësha folë për rolin dem, sa për shfaqjen, për shkak që roli jem është një realitet modest, solid, po arsyeja pse unë ku marrë shfaqje ka qenë shumë arsye duke fillu prej tekstit, prej regjisorit, ekipes, temës që e trajton. Kështu që shumë jam i lumtur me atë shfaqje, kemi pas në Hotel Grand, në qendrën Barabare, kemi luajtur dhe tash nëntor do t'i luajmë 2 reprizat e ardhshme. Një tekst nga Dori Basha, në regjit Kushtrim Koliqit, jam në skenë me 3 kolegët mija, 3 aktore, Irenën, Edonën, Albinën, edhe ka qenë është një dramë jo fort e lehtë në kuptimin historik, që ka trajtan, po duket se është një pikëvështrim ose një shtjellim tjetër fare në rrafshin artistik, edhe i veçantë, edhe njerëzit, sigurisht që ka qenë salla plot, sa herë kemi luajt, edhe i përshëndon ndjenja shumë të trondë, sa jo të lehta me u pa. Edhe ka qenë, është një shfaqje që vlen secili me pa, dhe i ftoj gjithë që dojnë me pa me datën 11 nëntor dhe 12 nëntor në Barabar në katin e 4. To një shfaqje që unë e du shumë. Sytë e ujkut është veçu për skenarin njerëzakonisht të mirë. Pse mendoni se ka ndodhur kjo dhe ishte hera e parë që solle në skenë një rol të shkruar nga Dorontina Basha? Në fakt, kom luajt edhe një shfaqje tjetër me regjisorin e njëjtë edhe me autoren e njëjtë, të Dorit dhe Kushtrimit, në Teatrin Oda para disa viteve. Po, Dorin e kemi kështu, qysh me thonë, është prej dramaturgëve tona më të mira dhe gjithmonë knatësi me luajt në dramat e saj. E Sytë e ujkut, në fakt, tash Sytë e ujkut, në këtë shfaqje janë 3 gra luajnë edhe një mashkull. Edhe nuk është një pyetje për $1 milion, mja që lu se Sytë e ujkut këtë rast jo mune. Po pse qysh e tek, mendoj që është vështirë tash me gjetë një formulimun e ma të sakt për mos me shpalos krej shfaqjen. Kështu që po kalojmë dikën tjetër. Ti e pjesë një tjetër dhe më në shfaqjeje, mjaft të vlerësuar nga publiku, Hotel Grand. Aty luan krahas Rebeka Qenës, me të cilën edhe keni bashkruar skenarin dhe keni bërë regjin e shfaqjes. Si e përshkruan këtë përvojë? Kjo ka qenë ndoshta ma kompleksja në këto mujt e fundit, se ka qenë një, si me thonë, një lloj eksperimenti edhe me veten. Rebekën e kom kolege dhe mi kesh shumë të mirë, patëm vendos me bo një shfaqje, kështu e kishim një autor anglez na para 2 viteve patëm zgjedhë dhe prishim një moment me një hapësirë caktuar alternative me bo një shfaqje kështu. Edhe ai teksti ka qenë atij autorit anglez me 2 personazhe po ashtu, dhe ka qenë interesant ditën e parë të leximit të tekstit. Neve na asocoj 2-3 skena diçka me Prishtinën e 90-tave. Edhe ironia ishte se teksti flet për një bunker të luftës 2 botërore, dhe na ishim duke lexuar tekstin në Grand, edhe të dyve na asocoj që e skenë diçka me Prishtinën, edhe na kështu në mënyrë instinktive hoqëm dorë për tekstit të Dennis Kellyt, edhe tham, atë fillojmë të shkruajmë këtë dramë. Edhe filluam me shkru, futëm kështu me një teren të panjohur për ne, edhe na murë kohë ma shumë se sa që mendum, edhe dikun zgjati një 3 muaj i proces, e shkruam, e konceptuam kështu, edhe
faktikisht e bojmë gjithçka vetë, se teatri është medium kogja i gjanë, kuptimin e njerëzve, skenografisë, e tash gjithçka qa përmban kështu teatri, si medium, gjithçka e bojmë vetë. Edhe ka qenë një për përvojave shumë interesante, se ishte interesant, tash edhe një provë kër e bonim bashkë, zakonisht është regjizor, ja që të shikon edhe thëtë bëjë kështu ose bëjë kështu, këtu se kishim kërkon, bile as një kolegë tonin që është aty, edhe që ajo ka qenë edhe një farë mësimi, një farë eksperiencë e mirë me punu pak edhe me vetën, edhe me egon tonë. Sa e i gatshëm ti me dëgju dikon qoftë edhe një kolegë, deri sa i thëtë që kjo po m'pëlqen ose s'po m'pëlqen, se ne gjithmonë mendojmë se kemi drejt për diçka. Çka do që thojmë, ne si qenje kështu humane, tani si artist, tani konsiderojmë që qeja që thojmë është qështu. E tash në atë rast, u dashke me konë kështu, me hapë zemrën, me hapë trunin, me marë egon, me vjerë që të, edhe me gjithë një vendim, duke u ballavaçu me një farë komunikimi kështu kolegiale, që ajo konë një për i gjanave shumë të vlefshme të kësaj shfaqje. Veprën tash do të abutojmë, edhe njerëz mundër me marë ose studentat e ri, ose kush da me marë dhe me inskenu ku da, qoftë në fakultet, qoftë me lujt dika. Kështu që është diçka që kemi bo shumë prej zemrës, kështu pej qefit. Pa të rikthejet ajo në skenën teatrale në vend? I kemi, po besojmë që jemi në kërkend një hapsine, se na vynë një hapsin jo shumë e madhe, jemi në kërkend një hapsine tjetër, besojmë që kur e gjejmë një hapsin do t'i njoftojmë njerëz do t'a shohin, se dhe na kemi qef me lujt prapë. Ndërkohë, së shpejti do të ngjiteni në skenë me shfaqjen Prishtina, vrasja e paralajmëruar e një ëndre në kuadër të ngjarjes Showcase Tirën. Na trego pak edhe për këtë pjesë. Në fakt, këtë shfaqje do ta lyjmë nesër në ora 14 të ditës në Teatrin Oda, në kuadër të Showcase-it, që është duke u mbajt në Kosovë dhe në Maqedoni. Edhe në këtë kohë luhen disa shfaqje për disa musafir të huaj që vinë, janë dikun artistë nga Evropa që vinë dhe dikun janë 70-80 artistë, edhe i shohin pothuajse një pjesë të madhe të produkteve të shfaqjeve që janë këndëjpari. E ne luajmë këtë shfaqje në Oda. Shfaqja është luajtur premier para disa muaje. Është një shfaqje që trajton Prishtinën pas lufte, që merret më shumë me urbanizmin e Prishtinës, me një farë betonizimi që ka ndodhur në Prishtinë, me një farë rënimi të një plani urbanistik, rrjedhimisht merret me figurën e arkitektit qytetit të Prishtinës, Recep Luci, i cili është nda nga jeta në mënyrë tragjike kështu, edhe që kjo është paka shumë tema e kësaj shfaqje, kryesisht shfaqja flet për Prishtinën dhe për qëtë kaosin që e kemi sot në Prishtinë. Kështu që nesër në ora 2, kush se ka pa shfaqjen mundet me pa, po do të shfaqet edhe gjatë muajit nëntor, dhjetor, kështu që... Armend, ne dim që keni edhe projekte tjera filmike ku keni luajtur, por që pritet të lansohen së shpejti. Po mu më intereson me ditë se a jeni duke përgatitur për ndonjë rol tjetër të radhës. Po, jam të përgatit për një rol, pas vitit 3 do të fillojmë xhirimet, në emisionin të Edonës në përfilm. Ja ku më përmende e në regjizorët të produksionit, ta shpja përmendi, ata që më përcilën e din, kështu që është një film i gjatë, është një film shumë serios, besoj në muajin shkurt mars, vesh fillojmë xhirimet, kështu që po, do të punojmë. Armend, faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe për kohën e një gjithmonë të mirëpresim në Ekspres. Shumë faleminderit edhe ke kënaqësi edhe faleminderit për pyetjet edhe për hapësinë. Faleminderit shumë.